Njëri nga ibadetet më të bukura që mund të bëjë një besimtar, i cili e ushqen shpirtin e njeriut, i shlyen mëkatet dhe forcon imanin e tij, është namazi i natës. Është mjaftueshme të falen vetëm 2 rekate. Andaj le të përpiqemi që të paktën të falim nga 2 rekate çdo natë para se të hyjë agimi. Allahu i plotfuqishëm do të na japë iman, dritë dhe bindje, do të na forcojë në rrugën e drejtë dhe do të na bëjë të vazhdueshëm. Për këtë shkak, Ibn Xhersi pohon se namazi i natës mosëmiri mund të edukojë shpirtin njerëzor. Këtë e dëshmon rasti kur pejgamberi alayhis salam i pyetur nga Hafsa radiallahu anha për Abdullah bin Umerin radiallahu anhu është përgjigjur: Abdullahu është njeri i mrekullueshëm, vetëm se kur të falte edhe namazin e natës. Pas këtyre fjalëve, Abdullahu radiallahu anhu vetëm pak flinte gjatë natës. Buhariu në Sahihun e tij shënon një transmetim në të cilin thuhet se pejgamberi alayhis salam i ka thënë Ibn Amrit radiallahu anhu: O Abdullah, mos u bëj si ky dhe ai njeri, i cili filloi të fal namaz natë dhe pastaj e ndërprej. Duhet të ringjallim këtë sunet, i cili është lënë pas dore, dhe të cilit njerëzit kanë filluar të shmangen përveç një pakice, të cilët i ka mëshiruar Allahu i plotfuqishëm. Mjafton që besimtari të ngrihet natën, të paktën pak, t'i fal 2 rekate dhe pas tyre t'i lutet Allahut të plotfuqishëm për falje, t'i ngrej duart në lutje para Atij, i cili i di të gjitha sekretet, i cili u lehtëson besimtarëve nevojat e tyre, i cili asnjë lutje nuk e refuzon, i cili i kupton të gjitha gjuhët e botës dhe i cili i kupton të gjitha përshpëritjet. Prandaj besimtari në këtë kohë të natës le të ankohet Allahut të plotfuqishëm për mundimet që e mundojnë, për pafuqinë dhe dobësinë e tij, për mëkatet të cilat i ka bërë, sepse nëse Allahu nuk do të ishte i mëshirshëm, kush do të jetë përveç tij? Nëse ai nuk do t'i falë mëkatet, kush do ta bëjë këtë përveç tij? Nëse ai nuk do ta pranojë pendimin ton, atë nuk mund ta bëjë askush përveç tij.